Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е лидерот на Демократската унија за интеграција, господинот Али Ахмети. Господин Ахмети, какви се резултатите од вашите зголемени дипломатски активности во изминатиот период? Неодамна рековте дека во декември ќе бидат видливи резултатите. Nuk kom deklaruar se në dhjetor problemet të gjitha do jenë të zgjidhura, që problemet do jenë të mbyllura, por kam thonë që shpresoj në një aktivitet shumë të dendur dhe shumë më serios të qendrave ndërkombëtare të vendosjes, të nënshkruesve dhe garantuesve të marrëveshjes së Ohrit dhe të shumë proceseve tjera paqësore që kanë ndodhur në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe kam tentuar që të bind komunitetin ndërkombëtar që tani është momenti dhe një moment serios për zgjidhjen e çështjes së emrit si një problem kyç që paraqitet si pengesë për antarësim të Maqedonisë në NATO dhe për fillim të për dhënien e datës për antarësim për Maqedoninë në Bashkimin Evropian. Mendoj që kam arrit të jap shpjegimet e duhura se Maqedonia nuk po lëvizën në drejtim të duhur nëse nuk arrin që të zgjidhë çështjen e emrit dhe moszgjidhja e çështjes së emrit krijon pasiguri dhe tensione politike në vend dhe në rajon. Ne jemi pjesë e Europës. Në Europë secili e ruan identitetin dhe e forcon identitetin. Të izoluar, rrezikojmë të humbim edhe shtetin, edhe identitetin. Македонија е годинава во статус кво ситуација по одлуката на Советот на Европа. Каде ја гледате вие вината за ваквата ситуација? Unë nuk jam për të kërkuar fajtorët. Unë jam në kërkim të zgjidhjes. Unë nuk kam qenë ndonjë optimist që ne në dhjetor do të marrim datë për fillim të negociatave për antarësim në Europë. Unë solidarizohem me ndjenjat e bashkëqytetarëve të mi Maqedonas në drejtim të ruajtjes identitetit, në drejtim të rritjes këtyre vlerave kulturore dhe identitare, kështu që gjëra që kanë të bëjnë me anë sensitive, plotësisht dakordohem që të mos preken, por që një kompromis duhet të arrihet në drejtim të emrit të shtetit. До неодамна велевте дека сме поблиску до решение за спорот со името како никогаш досега, но до такво нешто се уште не дојде. На што го базиравте вашиот оптимизам? Deri më tani nuk ka patur ndonjë propozim konkret apo ndonjë ide konkrete të shkruar dhe të postuar në kutit postare të dy vendeve, edhe në Athinë edhe në Shkup. Zoti Nimic ka bërë një propozim që është gjetur në kutit postare të dy qeverivet. Thot, dhe ky propozim është parë. Tani nuk do të hyj në detaje kush pajtohet dhe si spajtohet, por përderisa kemi një ide, atëherë momenti është që palët të ulen sy në sy dhe të përballen. Ti thonë hapur gjërat, pse nuk pajtohet me një ide të tillë dhe çfarë ide e ka? Nëse ka ide tjera, le të nxjerrën në tavolinë. Tani është momenti për të ulur në tavolinë, përderisa ka një ide. Во однос на престојните председателски избори, дали најдевте заеднички јазик со некој од партиите за заеднички кандидат или пак решивте да настапите со свој кандидат?
Mendoj që kjo është një temë që do qasje shumë të vëmendshme, shumë të kujdesshme. Mendoj që 20 vite janë bërë ca teatro në Republikën e Maqedonisë. Shqiptarët kandidohen me kandidat për president si komunitet, Maqedonët me kandidat të vetin, shqiptarët me 2 kandidat apo me 3, Maqedonët me 2 apo me 3. Dhe është bërë një dramë, në veçanti tek shqiptarët, e din që presidenti nuk mund ta zgjedhin shqiptarë, sepse nuk kanë numrin e mjaftueshëm të votave. Sërish do jetë i votuar një kandidat Maqedonas, por edhe ai duhet të jetë përfaqësues ident që i përfaqëson edhe shqiptarët. Pa më thuni mu ju, cili president deri më tani ka patur një bandaroll në gjuhën shqipe? Ma thoni një. Votat e shqiptarëve i do, po ama një reklam në gjuhën shqipe se bën. A do jeti të gjithëve? Po respektoja gjuhën. Po mbaje në kabinet edhe 2-3 sektor që ka presidenca shqiptar. Pse unë kam një revolt për shembull ndaj presidentit Ivanov, nga 20 studenta që marrin bursa nga shteti, a vetëm një shqiptari mund ta merrte atë bursë? Po bëre 3-4. I hepen një porosi të mirë për qytetarët. Unë nuk jam për të ndarë, unë jam për të afru. Kështu që unë kam qenë i hapur për këtë çështje sa i takon presidentit, dhe do flasim me të gjithë. Dua të flas edhe me partinë shqiptare në opozitë që është. A do bëjmë teatro, siç kemi bërë deri më tani, apo do bëjmë një qasje shumë ma pragmatike dhe shumë ma dobiprueshse edhe për shqiptarët edhe për maqedonasët, apo do dalim ne me gjithë me kandidatë dhe do bëjmë një dasëm edhe në fund nusen se marrin. Размислувате ли може би вие да се кандидирате за председател? Jo, asnjëherë s'm ka shku menja dhe ma mirë është mos më e bën këtë pyetje. ВМРО ДПМН и СДСМ речиси ја започнаа кампањата околу изборите. Најавија нови вработувања, нови мерки. Дали сте вие за предвремени парламентарни избори? Ne nuk kemi biseduar për zgjedhjet parakoshme dhe nuk mendojmë që është e dobishme për Republikën e Maqedonisë dhe për gjithë qytetarët e Maqedonisë që të shkohet në zgjedhjet parakoshme, edhe pse deri më tani nuk kemi biseduar dhe nuk ka qenë temë çështja e zgjedhjeve të parakoshme. Të gjitha angazhimet kanë qenë në atë drejtim për zgjidhjen e atyre problemeve që kërkojnë zgjidhje. Шпекулациите околу проблемите во коалицијата не стивнуваат во медиумите, особено по настанатото несогласување околу законот за медиумите и споменикот на цар Душан што е поставен во центарот на Скопје. Како го коментирате тоа? Në koalicion ka dallime, por nuk ka probleme të natyrës përplase, të natyrave të radikaliste. Thot, në koalicion nuk rreth mjaltë dhe qumësht, ka debate, ka mospajtime, ka dallime, por jo të përmasave deri tek prekja e butonave për të lëshuar raketat Patriot për të bombarduar. Thot, bombardime nuk do ketë. Ви благодарам за разговорот. Фалемдерит. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.